Përshëndetje të nderuar qytetarë të Vlorës, jemi këtu sot për të denoncuar një tjetër rast të një krimi elektoral që kjo qeveri është duke kryer në Vlorë dhe në Shqipëri. Konkretisht, qeveria nëpërmjet Ministrisë së Arsimit dhe strukturave të saj në Vlorë, zyrës vendore arsimore, u ka dërguar mesazhe të gjithë drejtuesve të shkollave dhe të gjithë prindërve për të marrë pjesë gjasme në një konkurs pikture që do të zhvillohet ditën e diel në 27 prill në Lungomare. Kjo është në vazhdën e çmendurisë dhe dallëdisë që e ka kapur Edi Ramën, i cili pasi filloi të shaj dhe anatemoj burrat e grave socialiste, tani është turur fëmijëve dhe ne pam një shembull tipik të atij që ndodhi dje me fëmijët në Kavaj dhe të njëjtën gjë po bën sot në qytetin e Përmetit dhe do të bëj edhe në Vlorë në datën 27. Ky në aspektin ligjor është një krim elektoral, por në aspektin etik dhe moral ka të bëjë me shkeljen e të drejtave të fëmijëve, të cilët mbrohen nga konventa ndërkombëtare dhe nga ligji për mbrojtjen e të miturve. Rama u ka bërë thirrje nëpërmjet drejtueses së ZVA-s Vlorë, Gentiola Sheu, që prindërit të shoqërojnë fëmijët dhe u ka dhënë detyrë që çdo shkollë të ketë 100 fëmijë në këtë konkurs, sepse piktori dështak do bëj vlerësimin e fëmijëve për pikturat që ata do prezantojnë. Konkretisht, kandidati për deputet, zoti Edmond Fetau, do ju njohë me tekstet e këtyre mesazheve që kanë dërguar drejtuesit e ZVA-s Vlorë. Përshëndetje. Kemi përpara tekstet e mesazheve që janë dërguar në grupet e WhatsApp-it të shkollave nga zyra vendore e arsimit para Universitar Vlorë. Dhe konkretisht po i lexojmë. Në datën 27 prill, ditën e diel, në Lungomare do të zhvillohet një aktivitet i zgjeruar me punime pikture me temën e Europës dhe konceptimit fëmijëve ç'është Europa. Nga shkolla jonë është caktuar një numër prej 100 nxënësish pjesëmarrës, të shoqëruar nga prindrit, por edhe ne si grup mësuesish dhe drejtuesish. I jepni njoftimin e mposhtën te grupet e prindërve dhe të martën do të fillojë grumullimi i punëve ose konsultimi me mësuesin e ardhit për përmirësimin e cilësisë punëve. Nxënësit e arsimit fillor që dëshirojnë të prezantojnë këtë në vend do të prezantojnë punimin në karton formata A3 ose telajo. Punimet që do të shoqërohen edhe me komente nga ata vetë mund të jenë edhe të papërfunduar dhe të vazhdojnë të punojnë gjatë kohës që do të jemi në Lungomare. Nxënësit jenë të veshur me bluza ngjyrë të bardha dhe bojqelli. Vajzat mbajnë kurora me lule të bardha, të verdha, ngjyrat e BE. Ju lutem kërkoj bashkëpunimin dhe sensibilizimin e nxënësve dhe prindërve pasi po i kushtohet shumë rëndësi nga masë. Do të jetë i pranishëm edhe kryeministri. Ditën e martë do të marrim informacion në çdo klasë për pjesëmarrjen si prezencë dhe punimet që do të prezantohen. Pra këto ishin tekstet e mesazheve të dërguara në grupet e WhatsApp-it ku shihet qartë një insistim i zyrës vendore të arsimit para Universitar Vlorë për të nxitur fëmijët të marrin pjesë në një aktivitet që është vetëm për qëllime elektorale. Pra, si të shihet nga tekstet e mesazheve, zyra vendore e arsimit Vlorë sot do të bëj kontabilitetin e nxënësve dhe prindërve që do marrin pjesë në këtë eveniment dhe unë me këtë rast përfitoj që të bëj thirrje të gjithë prindërve të mos tremben, të mos intimidohen, sepse siç thash, përdorimi i fëmijëve për fushat elektorale është krim zgjedhor dhe janë ligjet shqiptare dhe ndërkombëtare që mbrojnë fëmijët. Gjithashtu përfitoj nga rasti të bëj thirrje organeve kompetente të nisin hetimin për këtë rast, sepse ky përbën një krim elektoral të pastër dhe gjithashtu ne do i drejtojmë organeve kompetente, strukturës së posaçme antikorrupsion, njësisë së saj që është në Vlorë për qarkun e Vlorës për të monitoruar procesin zgjedhor. Faleminderit.